Neva e keni vënë re vëllezër, dikush prej nesh merr një kauzë dhe do me e mbrojt atë kauzë ose do me e shef parimore dhe e shef drejt. Edhe lodhemi shpejt në punën tonë. I çik mund me dhën lodhemi shpejt. Le i herë që kur morim diçka për sipër, ata cilët nuk e përkrajnë kauzën tonë prej muslimanëve, ata kanë dalë nga feja, ata se vetëm ne jemi në fe. Mund të jetë shumë e drejtë ajo që ke marrë për sipër, po paki nuk e kuptojnë njerëzit ashtu siç e kupton ti. Mbase njerëzit kanë edhe angazhime të tjera, ti mbulon këtë sektor, dikush mbulon sektore të tjera ose mbulojnë hapësira të tjera, ka hapësira shumë. Mbase ti ke zgjedh këtë shteg, tjerët kanë shtigje të tjera dhe janë rrugë të Zotit që të gjithë. E para i herë fillojmë, jam unë dhe s'ka njëri tjetër. E dyta pastaj vazhdon 1 javë, 2 javë, shef që nuk përkrajnë njerëzit dhe fillon pastaj të shashe, të mallkoshe, të nxjerrësh nga feja, të bësh. Këto kanë marrua, këto kanë marrë fund, vetëm i ti ishe tamam, domethënë u lodhe shpejt e shpejt. E ndërsa Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam me gjithë çai bën, e me gjithë çai ja kthyn, e me gjithë çai mundun, e persekutun, e deshën me zhduk nga faqja e Dheut, vetëm lutej për mirë për ta. O Allah udhëzoj, o Allah bëj që të kuptojnë, o Allah fale popullin tim se nuk din ku janë këto lutje dhe ku janë këto dua të bukura që ne duhet bëjmë për njëri tjetrin edhe për të gjithë popullin ton, subhanallah, si musliman edhe si besimtar.